Mirë mbrëma, kemi hyrë në datën 16 qershor 2025, jemi në orët e vona, ora ka kaluar 1 natës. Në përgjithësi nuk kam bërë video në orë kaq të vona, por për shkak se është nxehtë, mendova që të bëj video në këtë orë. Natyrisht njerëzit kur ngrihen mëngjes mund ta shohin, mund ta dëgjojnë. Atëherë ndodhem në Shqipëri këto ditë, edhe bëjmë debate të shumta këtu në këtë periudhë, sepse është një periudhë vërtet shumë e veçantë, shumë e veçantë. Tirana, unë sapo u ktheva, jam kthyer në hotel tani. Është një qytet i pajetueshëm, e kam thënë herë tjetër dhe e them përsëri, në Tiranë nuk jetohet. Në Tiranë është një pluhur i hollë, në një koncentrim shumë të madh. Nuk e di me fjalë se sa jepen të dhënat për sëmundjet që shkakton ky polvere acetile, me fjalë pluhur i hollë, i cili grimcat e të cilit me fjalë janë të përmasave nanometrike. Është një pluhur i nivelit nanometrik, me fjalë që të disa qindra nanometër, me fjalë dhe shumë i dëmshëm për organizmin, pra për shëndetin e njerëzve, për shëndetin tonë. Nuk e kuptoj si bëjnë njerëzit që përballojnë në mënyrë të vazhdueshme këtë pluhurin Tiranë. Ne jemi për një kohë të shkurtër për fat, do ikim dhe e krahasojmë me vendin ku jam në Romë, aty ku banoj, që sa del është plot me parqe. Rrugët nuk ngrihet pluhuri në rrugë siç ngrihet në Tiranë, kjo është e çuditshme, pse ngrihet kaq shumë pluhur. Madje arrestimi burgosja e Rënvelie duket sikur e ka prishur pak qytetin e Tiranës, ka një farë papastërtie më shumë në Tirana. Ndofta Rënvelie me gjithë të këqijat që ka patur, por ndofta punonte për ta mbajtur pastër Tiranën. Debatet e kryesore që bëhen këtu, që dëgjohen me fjalë njerëzit, janë të zakonshmet, edhe dikush thot shkatruar çdo gjë, dikush thot kujton gjithmonë që do më kemi qenë dikur në një diktaturë, dhe nëse bën krahasime konsiderohesh nostalgjik i të kaluarës. Por e vërteta, sipas asaj që mendoj unë, ne jemi kthyer shumë mbrapa. Do me thënë, për të gjitha gjërat, me fjalë jemi shumë mbrapa. Unë s'do ta quaja fare që nuk jemi as në kohën e socializmit, për mendimin tim. Jemi kthyer në periudhën e regjimit, në periudhën e qeverisjes së zogut, në një farë mënyrë, për sa i përket nivelit të jetesës, nivelit lirive. Dhe më thënë, kam të vështirë të krahasoj kohën e tanishme për shumë me vitet 1980. Sepse do të gabojem në rast se them që jemi kthyer në vitet 1980. Edhe për sa i përket lirisë. Dhe më thënë, sepse kur ju themi këtyre që nuk e kanë jetuar atë periudhë, edhe ju themi që atëherë ishte diktaturë, ishte tmerr, nuk kishim të hanim, s'kishim të visheshim, dhe më thënë, një diçka e nxirr, dhe natyrisht na akuzojnë pas e këto të rinj, thonë nuk e kuptojnë dot, pas e thonë, po si ka mundësi pas kemi duruar neve, kur diktatura ka qenë aq e ashpër, siç paraqitet pra, aq e ashpër për të gjithë, se flasim një diktaturë për të gjithë, ka qenë kaq shumë e ashpër, dhe neve e pas kemi duruar pa problem. Dhe më thënë,
vetëm propaganda, si thua që bënd ai regjim, arriti që ne të ishim, po përdor këtë fjalën rezilient që përdorin zakonisht, që ta kthenim situatën e vështirë të asaj kohe, ta kthenim në favorin ton me një optimizëm, pra të shifnim anën pozitive të atij regjimi dhe të mos shifnim as pak anët negative. Për të më gjenim forcën që megjithëse ai regjim ka qenë shumë i egër, shumë i ashpër, na pas ka shtypur kaq shumë, edhe neve, jo vetëm që kemi duruar, por përkundazi ndjeshim të lumtur. Thuat jetë vetëm efekti propagandës, unë nuk besoj. Është e pamundur që vetëm me propagandë, sepse duhen edhe gjëra konkrete, gjëra reale. Pra, nëse i krahasojmë sot, unë them nuk ka të krahasuar. Vitet 1980, më përpara 1970 e tjera, kanë qenë shumë herë më mirë se sa periudha aktuale. Kanë qenë jo më mirë. Nuk është nostalgji, është i krahasojmë tani se sa është periudha aktuale. Në të gjitha drejtimet, qoftë edhe në drejtimin e asaj që këta thonë tani, që atëhere s'kishin për të ngrënë. Nuk është e vërtet. Kishin për të ngrënë. Kush e tha që s'kishin për të ngrënë? Unë kam thënë edhe, se flasim tani për një shumicë njerëzish. Unë kam thënë në video të tjera, problemi kanë qenë një 30% shifshat malor, dhe shumë 30% vërtet. 30% është shumë. Po 70% nuk e ka patur problem ushqimin në atë kohë. Që na tregojnë pralla tani, që këta njerëz pas kanë duruar të uritur, edhe pas kanë duruar një regjim që ju fuste dru nga mëngjesi deri në darkë. Dhe ne pas kemi qenë në një torturë, edhe pas kemi duruar atë torturë. Problemi nga ana psikologjike lindin vitet mbas Mirëmbrëma, Bajram Mirëmbrëma, lindin në periudhën e rënies së sistemit. Domethënë mbas viteve 1980, lindin momentin e perestrojkës së Gorbaçovit, kur Gorbaçovi kërkonte ta riciklonte, ta eliminonte sistemin socialist të lindjes, pra ta kthente përsëri regjimin, formën e organizimit si dhe shoqërisë në një formë kapitaliste si e perëndimit, aty pastaj u futë gjithë bota lindore, gjithë vendet lindore u futën në krizë. Pra ne nuk duhet diskutojmë për për periudhën e krizës, ato janë 2-3 vite. Duhet të gjykojmë për gjithë periudhën që nga 1945, 44-45, dhe deri në vitin 1990. Si kanë qenë ato vite? Dhe se sot të dëgjon shumë, sidomos të paditurit e Partisë Demokratike, këto janë skandale. Partia Demokratike për këtë nuk i fiton të zgjedhjet. Se si do t'i fitoj? Këta që flasin gjoja liri demokraci, që thonë ne jemi demokrat, janë të papambetur. Këta janë kulturalisht shumë ullët, shumë poshtë. Nga pikpamja e dijes janë zero fare. Unë i shoh me fjalë baza, ajo që quhet baza e Partisë Demokratike është cop. Është për tokë fare, Mirëmbrëma Bajram, Mirëmbrëma. Duajin Latifi thaçi, dëgjoj çfarë thot njeriu që ka jetuar në kohën e Enver Hoxhës, thotë se kemi jetuar mirë deri në vitin 1980. Është e vërtetë, Bajram, është e vërtetë se këta kanë nxirr qëllimisht tani. Dhe çfarë thon për shkak na shajnë, sepse unë për veten time nuk kam qenë antar i Partisë Komuniste ndonjëherë. Unë kam lindur në fshat. Prindërit e mi ishin kooperativistë. Babai im mbante balt. Punonte mbante balt në kooperativë. Nëna ime ngiste qete e kooperativës. Ne nuk kemi qenë mirë, kemi qenë të varfër në një farë mënyrë. Por unë ju them këtë. Këta akuzojnë tani për komunistë sot, thëmë.
këta të Partisë Demokratike më shumë. Unë jam antikomunist, gjëja më poshtë është që ti je antikomunist. Në vërtet, nëse ti më thua je antikomunist, unë them je rrugaç. Nëse më lidh me komunizmin, domethënë, ti po thua që problemi i Shqipërisë është se s'na lën komunistët. Për kë komunistë kanë fjalën këta, që si le komunistët. E kanë fjalën për komunistët që tradhtuan komunizmin. Jo komunistët që besonin të komunizmin, nuk besoj, se nëse e kanë fjalën për komunistët që besonin të komunistët, atëherë unë këtë e quaj rrugaçëri. I quaj pjesë të paditur të shoqërisë, dhe kjo është ajo që na ka bllokuar neve. Pse? Unë do t'ju jap një shembull fare të thjeshtë fare. Presidenti i Republikës i disa viteve në Shqipëri, Recep Mejdani. Recep Mejdani nuk ishte nga shtresat e varfra në atë kohë. Ishte në pjesën sipër të nomenklaturës në një farë mënyrë, jo direkt, por kishte njerëz të afërt që ishin edhe në blok. Ishin në të grupin e lartë komunistëve. Pra po marrë këtë Recep Mejdanin. Unë e dalloj Recep Mejdanin e mbas 90-s, që nuk e pëlqej as pak. Recep Mejdani, kur ka qenë presidenti i Republikës në vitet mbas 97-s këtu, që është i kundërti i atij Recep Mejdani që kam patur unë, që njoh unë gjatë viteve të para 90-s. Se tani po flasim për një komunist. Ai Recep Mejdani i para 90-s ka qenë krejt ndryshe nga i mbas 90-s. Pra, nëse flasim tani për komunistët, që shem komunistët, do të shem edhe komunistët, që kanë tradhtuar komunizmin, ata janë të poshtrit. Ata kë komunist po shajnë. Që do më thënë neve nuk ecim për para se s'na lën komunistët. Për cilë komuniste kanë fjallën këta? Pse? T'ju them konkretisht. Qofse flasim, qofse shohim si është sot, qofse dhe Recep Mejdani e tjerë, këto komunistët e sotëm, po i quajmë komunistët e sotëm, që janë kanë përqafuar liberizmin, ta shoqytur në liri. Këta s'na shohim me sy sot. Domethënë këta tani për çaj po i shanti, për të sotmen apo për të kaluarën. Këtë du të kuptojmë. Qofse e shanë Recep Mejdanin sot, por sot ai është një komunist i futur në këtë të kapitalizmit. Ti e shanë për të kaluarën, kaluar Recep Mejdanit, ka qenë një kaluar e ndritur. Imagjinoni tani një njeri që është afër bllokut, pra afër nomenklaturës lartë të Partisë Punës, dhe që ndjen të kënaqësi, po them ai, po dhe gjithë profesorët e tjerë, ndjen të kënaqësi, po kënaqësinë kuptimin ata e ndjenin. Ata ishin komunistë në kuptimin e vërtet fjalës. Komunistë në kuptimin e cilësive të komunistit. Ajo kujtohet 10 cilësitë e komunistit, që ngjajnë me 10 komandamentet e religioneve. Çfarë i thuaj komunistit? Komunisti thuaj mos vjedh. Një lloj si shtot edhe Bibla, si shtot edhe Kurani, si shton religionet. Komunistit i thuaj duhet jesh i pari në sakrificë, i fundit në pretendime, ishte një ndër parollat për komunistët. Duhet ishe i thjesht, duhet të sakrifikonte për tjetrin, duhet vinte interesin e përgjithshëm mbi atë interesin e tij personal. A e zbatonin ata këtë gjë në atë kohë? E zbatonin, ta t'jeni të sigurt. Dhe kishe një zemë, pra të zemrën e komunistit, të çuditshme në atë kohë flasë, po flasë për Recepin e para 90-s, jo të mbas 90-s, që përkrate njerëzit më të varfër. E gjeni do të ta njerëz sot që të përkrajnë njerëzit e varfër sot, se si e hedhin me se si i bjerë me shqelma. Unë isha një fëmijë fshatar, në një familje
që në përgjithësi të përbuznin. Por kishte një problem, sepse ishe studenti më i mirë i grupit në atë kohë, për fizikën. Ishe studenti më i mirë. Ai nuk e shifte, nuk e ka parë këtë nga ke origjinën ti, se ke lindur në fshat, apo ke lindur në qytet, apo ke lindur në mes qytetit, apo ke lindur në fund të fshatit. Do më thënë, ai profesori me shumë pasion për të mësuar të tjerët, për të qëndruar se thonë këta demokratët. Problemi jonë janë demokratët, nuk janë komunistët. Problemi janë jonë i Shqipërisë, është se në 1990 doli rrugaqëria në emër të antikomunizmit, dhe ajo rrugaqëri vazhdon sot e kësaj dite. I shoh kudo, rrugaqëria që ka lash shkollën, braktisi çdo gjë, ju vërsul parave, abuzimeve, dhe neve s'na lën komunistët, ne jemi demokratë, unë jam antikomunistë. Edhe thonë shumë herë që në atë kohë, qa ka patur atëhere profesore, kështu e inxhinjerë, se shkonin gjithë fëmijët e komunistëve. Jo, mërë, jo. A i kuptoni juve se si kanë qenë edhe këto drejtuesit e lartë në atë kohë. Ata s'kishin as pak xhelozi, kjo është e vërteta. Unë e kam parasysh që në fshatin tim, Shën e Premte, që nga drejtori i shkollës i Shën e Premtes, unë personalisht kam qenë më i mirë se sa fëmijët e drejtorit të shkollës të Shën e Premtes. Është një vërtet kjo. Në shkollë. Drejtori i shkollës, po t'ishte me mendjen e sotme, e i drejtori i shkollës i atëhershme, se drejtori i shkollës atëhershme nuk është më ai që ka qenë, ka ndryshuar tani njerëzit. Po flasim se ne shajmë atë të kaluar. Ajo kaluar ka qenë shumë e mirë. Ky është problemi sepse na mashtrojnë. Nuk është nostalgjike. Shohim si ka qenë e vërteta. Ai drejtori i shkollës i atëhershëm, po ja thënë në emrin e Bedim Bici, që është një drejtor historik për atë shkollë, ai na donte aq shumë, ne mua dhe vllajën tim, më shumë do fta mua. Do më thënë, pse më donte, po flasë për vetën e time, pse më donte mua? Sepse nga që ishte shumë i mirë në shkollë. Që fëmijët e tij ishte ndofta më pak mirë me mësime se sa isha unë, po themi, dhe nuk e kishte të ndjej xhelozie, si që kanë sot. Sot nuk të do njeri, nuk të shef njeri me sy, po që mirë. Kurse atëhere, këta njerëz, ta komunistët që shahen, këta na përkranin. Këta e ndjenin një kënaqësi të madhe sepse problemi ishte kështu, një nxënës i mirë i asaj kohe konsiderove që nuk ishte për familjen e tij. I përkiste gjithë shoqërisë, pra kjo ishte ajo se thon tani se është ai fjalimi i famshëm i drejtor Agollit, i cili thot budallëç që drejtor Agolli 1990 ngjoja ai dhe këta pastaj s'donin ndryshonin partinë verë, ato janë gjëra të tjera. Po nuk është fjalim kush e din drejtori i drejtor Agollit, që thot që Shqipëria thot drejtor Agolli s'ia kisha berin fare se si ishte bota tjetër përveç Shqipërisë. Siç nuk ja kishim aberin asnjëri prej nesh. Ky shkrimtar i madh. Asgjë s'dinte. Se një ndër problemet tona, defektet tona, se ju kemi besuar shkrimtarëve dhe këtyre të filmave. I kemi konsideruar ata kështu si sharian. Pse shkruajnë libra? Pse shkruajnë libra poezira të bukura, po jeta nuk është ajo poezia që shkruan te Kadareja apo te Dragolli, është krejt ndryshe. Ajo është gjë e zbukuruar në libra gjë kot, por ato transformimet. Ajo është anti-realiteti, nuk është realiteti i librave. Ne i besojmë asaj. Edhe thot drejtori Agolli, thot dogmat marksiste, thot, na shkatëruan. E thot në 90-ën. Po është normale, por në 90-ën falimentohej sistemi.
falimentoj sepse pse ka arsye të ndryshme. Pati fillimin, e ka patur 1850 komunizmi fillimin, nuk e ka patur që me manifestin e Partisë Komuniste. Si ideologji, si ide, si një alternativ tjetër për shoqërinë në nivel si një alternativ të këtij sistemi të egër liberist. Dhe jetoj për 150 vjetë. Bashkimi Sovjetik jetoj për 80 vjetë, nuk jetoj, po t'ishte aq i keqi, aq i poshtër, do ishte rrezuar shpejt. Nuk mund jeton të 80 vjetë. Duruan ta njerëz kaq shumë gjithë të diktaturë. Nuk është ashtu. Pra e lidha te kjo, se si silleshin këto komunistët me njerëzit me ne që ishim të varfër. Nuk është e vërtet, njerëzit e kanë mbrojtur pronën kolektive. Se sa mbrojnë pronë private sot, në atë kohë. Sepse u kriju ndërgjegja, pavarësisht se u gëzua në 90 base. Pa jo ndërgjegja atëherë u krijuan. Pra po kaloj pak te Recep Mejdani për shembull. Recep Mejdani ishte i klasave të larta. Normalisht unë nuk duhet më shifte me sy mua. Edhe e vërteta është që ai, dhe pse ka qenë sipër, ka qenë shumë i thjeshtë. Sepse fakti që ti ishe i student shumë i mirë, thynte çdo gjë tek ai. Po e përmend këtë si emër, po një lloj të tjerë. Domethënë ai hulej në nivelin e një thjeshtësie vetëm për faktin se ndjente kënaqësi që të përkrahte një student i cili ishte shumë i mirë. E bëhet sot kjo, si mendoni juve? Këta komunistët kaq të këqij. Dhe më kujtohet kur kam bërë provimin e mekanikës statistike, nuk e di si quaj, se e quajnë fizikë statistike neve. Dhe në momentin që më ve notën profesor Xhepi, në vitin e 4, mungon të akoma një vit, se unë që jam 5 vjeçar në fizikë, mungon të akoma një vit për të bërë, në momentin që vuri notën në provim, tha Lati, tha, kur të mbarosh universitetin, do kemi nevojë për ty. Një njeri që ti as ke lidhje fare, që në shkallën e hierarkisë ai qëndronte shumë sipër, ti si askushi, dhe që të thotë, kur të mbarosh fakultetin, do të mbajmë pedagog në universitet. Dhe e vërteta është që ai ka bërë kërkesën për mua për të qëndruar në katedrën e fizikës në atë kohë. Pse? Thjesht për simpatin. Madje më kujtohet një gjë. Është shumë me çuditshme se po i tregoj këtë se si ka qenë historia. Të atëherë ka patur sa dush xhelozi dhe probleme ka patur plot. Po mbaj mend për shumë për profesorët Xhepin, që ishte një periudhë që diskutoi se cili do qëndronte në universitet. Dhe profesorët Xhepi donte të qëndroja unë. E kuptoni tani, një njeri që është një nomenklaturë si për ty e një fshatar vin, dhe ai thotë do të qëndroj ky thotë në universitet. Kur ai kishte aty njerëz të tjerë që mund t'i përkratet të grupin e tij, se bënin ore. Kanë qenë kështu komunistët. Komunistët kanë qenë ndërgjegjshëm, nuk kanë qenë si rrugaçët e Partisë Demokratike. Se Partia Socialiste po e lën. Se Partia Socialiste është mbështetja e veteranëve të luftës, dhe i merr votat atë. Ai ka veteranë të luftës partizane, kemi bërë luftën, thotë, kujtun në antinë në vazhit, ato kanë problem tjetër. Ata i marrin vota në mënyrë, po këta tani, këta demokratët që duan vota këta, po duke sharë komunistët. Dhe thëmë se smeren votat. Ja, për këtë smeren. Sepse unë nuk jap votën një njeriu që është i paditur fare. Ai është i paditur dhe më akuzon mua për komunist. Në që kuptim si kupton ai komunizmin, ai se ka idem fare. Edhe më kujtohet kur bëj debatin në katedrën e fizikës dhe fakultetit të shkencave, se cili do qëndronte, në universitet ka patë dhe njerëz që kanë kundërshtuar që unë të qëndroja. Për arsye të ndryshme, në i grindje që ke patur, e kujtun. Dhe më thoshte profesori Xhepi, thoshte Lati, thoshte,
Më kujtohet një, thoshte Lati, duku sa më pak, thoshte, në këto ambientet e fakultetit, se aty po bëhet luftë thot brenda, thot, dhe neve thot, duam të mbajmë ty në universitet. Me ta thënë vetë ai, pa ja kërkuar fare ti. Pa i kërkuar asnjë gjë. Ju betojmë për vajzën time. Pa i kujtu, pa i kërkuar, çam lidhte mua me këto. Ata normalisht do të ishin me një mëdhenjë, s'do të na shifnin me sy. Po ishte fizika, ishte meritokracia, që ata e vlerësonin, ata donin të mbanin njeriu që ishte më i miri, sepse e konsideronin që ky njeriu që është më i miri është i gjithë shoqërisë. Nuk është do vëj interesin e gjithë njerëzve, mbi interesin e tij personal. Ishin këto parulla, po këto parulla e kanë mbajtur shoqërinë në atë kohë, dhe i kanë dhënë atë zhvillim që i kanë dhënë. Dhe kanë mbajtur në ekuilibër. Parulla është pjesa edukative. Pjesa, çdo shoqëri ka pjesën sot, ajo që mungon ajo është pjesa edukative, që ka shkruar për tokë fare. Më kujtoj pasaj, kur kam qenë vitin e parë të universitetit, në fakultetin e fizikës, edhe mbarova provimet e simesit parë, dhe shkoj në Gamsh, në qytetin tim. Më thërresin që nga sekretari partisë, i pari i sekretari partisë rrethit, duke më falenderuar, lati ti e krenaria për neve, kështu duhet, i duhem gjithë njerëzit të jenë të tillë, s'kishin xhelozi ata. Ata fëmijët i kishin më dobët se sa unë. Normalisht ai s'do të shifte me sy, po ti kishin përkundazi, edhe nuk i kishin të shtirur, e ndjenin. Thoshin bravo Ladi, kjo është, do të thosh një kështu i do partia e njerëzit, thoshin. Në kuptimin njerëzit më të mirë. Ne ishim të fizikës, nuk merreshim aq shumë atë propagandën e partisë. Donte inxhinierë më të mirë, donte gjithandaj, ajo që flasin për meritokracinë pra. Tani erdh ballë gjitha ne, gjithë çdo që ka qenë e keqe atëherë, dhe këtë do zgjidhin tani sot, o ata veteranët e luftës, që ata kanë abuzuar sa duash, Partia Socialiste me Tiranën, ose këta rrugatshët të paditurit që na hiqen, këta janë ata demokratët këta. Dhe ka ngecur kjo gjë. Pse ke mohur të kaluarën fare? Po dhe po të bëjnë llogaritë. Por ky ndotja që ka Tirana sot, ky pluri i hollë që thash, është vdekje prurës, është të merr. Atëherë nuk ka qenë kjo Tiranë, ka qenë Tirana e pastër. Tirana kur thithja ajrin, pa problem, ka qenë Tirana që ka patur ujin të shkëlqyer, ujin e selitës. Nuk blije ujin atë kohë me para, por ka qenë ujsh, aq i mirë sa nuk e di njerëzit, këta të rinjt, se çfarë ujë mirë ka qenë. A mjafton të ushqimi, të heqim vitet e krizës, pra. Vitet e 89, 90, ato 2 vite, ato nuk do t'i llogarisim. Ajo është viti i rënies. Ka arsye në më ndryshme. Flasim për vitet kur nuk ishte vendosur akoma tolloni për racionimi i ushqimit. Që nxirrin tani thonë radha e bukës, shifni si hedhin bukën etj. Po ai mbani mend si ishin bukët 50 në Tiranë. I ke gjeni këtë bukë sot. Gjeni këtë bukë me atë cilësi që ishte atëherë. Shifni tani ushqimet si që janë kancerogjene. Sot kemi kaluar, se kam biseduar me njerëz, vaksina ka krijuar shumë probleme. Vaksinimi Covid ka shkaktuar dëme shumë të mëdha. Unë e ndjej vetën dhe unë krenar që me aq sa mundë, me videot që kam bërë, kam kontribuar që t'ju them njerëzve, mos provoni gjëra në trupin tuaj që u imponojnë me forcë të tillë. Kjo është diktatura, nuk është diktatura e dikushme. Dhe shef njerëz tani që më përpara nuk kanë patur probleme shneti mbas vaksinës, po.
Dhe ky Ali Mehmeti, i dituri i Partisë Demokratike, ky që doli me vota mbas Jorit dhe Tabakut, ka thonë ky tani që dhe thonë njerëz ai është djali i mirë, thotë djali i urt. Ky i urti ka thonë që bëni vaksinën sepse më lehtë është që t'ju vrasi rufeja se se t'ju smuri vaksina. Pa disa njerëz ka të smur prej vaksinës, sa të duash. Pa kjo është sot. Po t'i krahasojmë që të dyja. Ushqimi është mizerje beter. Qa kam bërë këta 35 vjetë, këta gjoja, të dy palët, dhe që janë të dy antikomunistë gjoja. Me që se këta e shojnë ka i shumë atë komunizmin e viteve 70, viteve 60, edhe 80, ta lëm 90 pra. E shajnë e shumë. Okej, ishe lufta e klaseve, e dim. Ka qenë problemi madh. Por ka qenë për i pakis shumë të vogël. Ka qenë për 1%, 2%. Është normal e kanë vujtur ata. Po sot nuk po vunë 1% shi. Sot po vunë 90% shi. Po të flasim për drejtësinë, sistemin e drejtësisë. Sot është fat që se ekziston dënimi me vdekje. Se po të ekziston të dënimi me vdekje sot, Erion Velien e këshin vrarë, Ilir Metën e këshin vrarë, t'jeni të sigurt. I këshin vrarë këta njerëz. Është fat që nuk ekziston dënimi me vdekje, por jo se proceset gjyqësore bëhen më të mira sot, se sa të Enverozhës. Niveli i drejtësisë ka qenë pa avokat atëherë. Atëherë nuk ka patur avokat. Por proceset gjyqësore civile të asaj kohës bëshin shumë herë më korekte se sa korupcioni sotën i drejtësisë, që është një skandal. Sot është futur në kulturën e gjithë njerëzve që po që i pafajshëm do futesh në burg. Sot, kur flasin këta prokurorën sot, gjoja me fjalë gjejmë prova e bëjnë hetime, siç bëjnë për rastin e se po gjoja një nga këto prokurorët nëpërmjet Marin Memës për Peshkëpin, s'kan absolutisht asnjë provë fare. Zero. Dhe i nxirrin dhe ky sharlatani Marin Mema nxirr aty thot Mavi thot. Mavi është një organizatë politike. Kërkon vorje pirin, kërkon ta bashkoj Shqipërinë me Greqinë. Problemet e tyre janë çështje politike, pse pjesë minoritare që mund të bashkojnë dhe me Greqinë, kush është problemi? Dikur ka qenë bashkë. Kohën e Perandojës Otomanes ka pat kufi. Midis Greqisë edhe Shqipërisë, as Greqisë edhe as Shqipërisë edhe Serbisë. S'ka ekzistuar kufit. Fare. Ka një ndarje administrative, por nuk ka pat kufi. Ajo është një organizatë politike dhe çfarë bëjnë? Një nga këto prokurorët, gjoja po punon, ky po bën hetime, Benet Beçi, nuk e di çfarë emri ka, shifini pjesa e tretë e këtij Marin Memës, e këtij sharlatanit, gjoja e historian. E gjoja bën gjen gjurmët shqiptare, e gjurmët, po zbulojnë gjurmët. Edhe thotë, komanda greke vrau ushtarët në Peshkëpit Gjirokastës, ku i ke provat më vëlla? Ku i ke? Kush është një, ku ke? Si i ve këta emra ti, ve emra ty hetimet, fillon, e kanë mbushur gjithë emra ty, edhe thot ky Marin Mema, thot, jo, ne po i referohemi fakteve, thot. Faktet është dosja hetimore. Dosja hetimore është gjithë e falsifikuar. Që nga fakte. Ato dosjet e falsifikuara quhen fakte? Kjo është drejtësia sot. Skandal. Miserabël. Enverozha drejtësinë e bënte. Që ta dinë këta të rinjtë sotën. Iq lufta e klasave. Por lufta e klasave ishte shkruajtur në kushtetut. Ishte shkruajtur në kushtetut. Në atë kohë ishte ligji për agitacion propagandë. Ishte ligj. Po ta shkelje, futeshe në burg. Po këshilloheshe për para etj. Por pjesa e gjyqjeve civile, po themi shpërdorimi i pronës rrahjet, kujtun etj. Gjyqjet funksiononin, domethënë bëshin të rregullta të proceset gjyqësore. S'kishin nevojë njerëz për avokat, që
që të mashtroheshin prej avokatëve, si që mashtrohen sot. Se avokatë çfarë po bëjnë sot? Po ndihmojnë drejtësinë, ju duket juve që avokatë po ndihmojnë drejtësinë, apo po mashtrojnë njerëzit sot? Dhe po bashkëpunojnë me prokurorin fund fare. Ku është kjo drejtësi sot? Drejtësia është shkatëruar. Pra po të krahasojmë me drejtësinë, pjesa e politikës jam shumë dakord, ishin dënimet politike në to. Po jo se janë sot dënimet politike. Se dhe sot ke 300-400 veta që nga Zani Saushi, i dënuar kryesor politik sot, është Myrteza Saushi, i cili nuk ka bërë vrasje dhe është bërë propaganda aq e fortë të njerëzve, koka njerëzve, sigurisht i ka vrarë gjithë Vlorën, ndërkohë që ai e ka mbrojtur Vlorën. E kundërta. I ka mbrojtur Vlorën nga përdhunimet ndaj femrave, që mos përdhuneshin femrat, mos plaçkiteshin njerëzit. Nuk kanë grabitur ata pasurira si shton këta. I kam sjarrur mirë këta. Njerëzit i kanë dhënë prodhime ushqimore, që kanë dhënë mallra ushqimore Zani Saushit, apo grupit tij, e kanë dhënë vullnetarisht. Sepse ishte gjendje shumë e vështirë e Vlorës në atë kohë që të hamë bukë njerëzit, mos disin nga uria. E kanë dhënë vetë njerëzit vullnetarisht, nuk i ka marrë njëri me forcë, siç e paraqisin këta. Burg e keni atë 27 vjet burg ka bërë Zani. 27. Asnjë në kohën e komunizmit nuk ka bërë 27 vjet burg. Kohën e Enverozhës. Nuk i ka mbush njëri 27 vjet në atë kohë. Pa ja ku i keni dhe burgoset politike sot. Sa duash. Po burgosje politike është dhe i burgosje kur ty të arrestojnë, dhe thonë prano gjëra që s'ke bërë. Ajo quhet burgosje politike, quhet dhe ajo. Se po të detyrojnë, të fusin para burgim direkt, pa gjetur prova, pas i gjë fare. Para burgim dhe të thonë, prano fajin ti se kështu të zuri halli. Por sot burgu nuk konsiderohet. Thuhet, është në burg. Në atë kohë, ishte i të mërshëm burgu, pse sot nuk është i të mërshëm burgu? Jo se atëherë, ore atëherë, si do që t'ishje, ushqimin, se nuk është të dinin pa ushqim, si që thonë ta, se nuk është e vërtet. Ne kemi qenë për konvikte. Në shkollën e mesme kam qenë konviktin e gjimnazit. Nuk kemi vujtur për ushqim. Absolutisht, ushqimi ka qenë i mjaftueshëm. Hanim 2 herë mish në javë, 2 herë në javë. Është plotësisht i mjaftueshëm. Jo si tani që ham për ditë dhe smuremi. Unë mishin po thjesht nuk e blej fare. Sot për shkakun po thjesht s'blej mishkull. Blej pulën, po mishin çu nuk i blej në përgjithësi. Më përpiqem ta konsumoj sa më pak. Por 2 herë mish në javë, pra cilësi që kishin ushqimet atëherë, ishte i mjaftueshëm. Kemi qenë konvikt neve, po si punonin njerëzit aq shumë atëherë kur ishin fare pa ngranë. Nga i gjenin gjatë fuqi, se janë ligjet e fizikës këtu. Do të thënë, pjesa e fshatit malor nuk diskutohet ka vujtur. Po punëtorët në për qytete, Tiranë, etj. Kanë jetuar më mirë atëherë se sa jetojnë sot. Shumë më mirë, jo më mirë. Shumë më mirë se sa sot. Për plotësuar nevojat e tyre ushqimore, etj, gjithë gjërat, sepse hanin ushqimin ta më mirë. Sa është përqindja sot e njerëzve të smur? Atëherë nuk ka patur shumë njerëz të smur. Njerëzit kanë qenë të shëndetshëm në atë kohë. Mos i shikonin në vitin 90, që tregu boshatis në 90-ën. Sepse ta nga tregojnë tani në 90-ën dhe ra komunizmi. Ra, dakord, e dim që gjithë që ra. Por pati edhe imperiu udhëzimi. Sepse gjithë ato uzine, gjithë ato gjëra i bën njerëzit, nuk i... Dhe jo atëherë ishin dembel njerëzit se si ishte prova private. Po kur kanë punuar shumë njerëzit atëherë, apo tani mbas 90-s. Shifini se sa gjëra janë bërë. Periudha pothuajse është e barabartë tani. Shifni sa janë ndërtuar atëherë. Janë ndërtuar e kurudha atëherë. I kanë ndërtuar njerëzit me krah. Ata njerëz që gjoja ishin dembel, që s'punonin. Dembelt janë sot. Nuk janë atëherë. Pase po i bëj
nuk është nostalgjik kjo, po ta din kjo pjesë e rinisë, se po të kishte qenë vërtet një diktaturë aq e madhe, nuk do kishin duruar dot njerëzit. Sikur njerëzit ishin vërtet pa bukë fare, do ngrije një farë mënyrë, do rebeloheshin, por kanë qenë mirë, nuk kanë qenë keq. Për nivelin që ka patur Shqipëria, se ka ardhur nga një nivel shumë i ulët, kur nuk ka ekzistuar industria fare, s'kan ekzistuar spitalet fare, s'kan ekzistuar shkollat fare. Shu ka dalë mbas luftës. Shqipëria është ndërtuar çdo gjë nga e para. Sa spitale kanë ndërtuar këta për 35 vjet, kanë ndërtuar spitale këta? Kanë ndërtuar shkolla kush e di këta? Çfarë kanë ndërtuar këta gjëra publike që i shohim neve? Përveç që kanë shkatruar ambientin dhe kanë ndërtuar ato grattaciele për veten e tyre. Pra, kjo unë mendoj që është shumë e rëndësishme sot që njerëzve të rinj, sidomos, t'ju tregohet gjë e mirë e të kaluarës. Po themi, do më t'ju vlerësohet gjë e mirë. Natyrisht të dënohet gjë negative, nuk diskutohet. Por jo, atëherë ishte çdo gjë keqe dhe shqyqy që shpëtuam, ne na shpëtuam këto rrugaçët e demokracisë. Rrugaçët na zhytën, na çon fund fare. Na thonë neve juve, thonë, atë s'ka patur shkollat mira, na thonë këta. Se ishin vetëm komunistët atëherë. Universiteti i Tiranës ka patur 10.000 student në atë kohë. 10.000 student ka patur universiteti në atë kohë. Qa ishin 10.000 fëmijët e sekretarët, ishin 10.000 sekretarët parë në atë kohë? Shumica ishin fëmijë punëtorësh. Jo shumica, po 80%. 90% ishin fëmijë punëtorësh. Sepse në atë kohë, në qoftë se ti e meritoje e 10-ën, mësuesi do ta vinte se s'bën. Në qoftë se nuk e meritoje, nuk ta vendoste dot. Nuk ka atëre që ti siç është sot që i blen provimet, e blen shkollën. Nuk blije atëre shkolla. Në atë kohë ai që ishte më i miri do vinte punonte profesor. Ai më i miri do vinte punonte në institutet e kërkimeve shkencore. Ishin notat mesatare për shkolla. Nuk kishte, mund të ishte i fshat, mund të ishte më i varfër, madje nxënësit më të mirë, në përgjithësi në për shkolla ka qenë gjithmonë nxënësit që vinë nga familjet më të varfra. Ata ishin nxënësit e parë në klasë. Ai regjim nuk i ka zhytur, përkundrazi i ka përkrahur shumë në atë kohë. Sot i ka zhytur, jo në atë kohë. Pra, këto të shoh thosha sot se nga bisedat që bëjnë këtu me fjalë, është një çoroditje çdo gjë. Domethënë, na sot problemi jonë është se janë komunistët që s'na lënë. Komunistë kanë patur ndërgjegje. Nuk janë komunistë që mendojnë këta. Ai që i thoshte vetes komunist në atë kohë. Ishte njëri i ndërgjegjshëm. Për sa i përket spionëve, ku gjëra të tjera, një komunist i vërtet nuk ishte as spion në atë kohë. Komunisti mbronte pronën e gjithëve, ishte i ndershëm, ishte tamam me ato rregullat e moralit komunist përkryer. Ka patur probleme, ka patur, nuk po themi që kanë qenë të kulluar, po jo si sot. Ti shan tani, domethënë do kërkon tani, si thosh duke shan pjesën më të mirë të asaj kohe. Ajo ka qenë pjesa më e shnosh, pjesa më e mirë. Gjejini këta njerëz sot, këta Recep Mejdanët e atëhershëm. Gjejini sot, se Recep Mejdani thash, jo i tanishmi, se është tjetër, janë transformuar këta mbas 90-s. Ata të atërshmit. Jo Recep Mejdani presidenti i Republikës. Recep Mejdani shefi katedrës fizikës dikur, dekani i fakultetit dikur. Se çfarë njerëzish kanë qenë ata. E përkranin njeriun e kputur fare, njeriun e varfër. Domethënë po të ishe i aftë, po të kishte i jepte vërtet shoqërisë, e nxjerrin sipër.
për interesat, jo thjesht partisë, interesat e vendit fundfare. Dilte një profesor i mirë, ishte një inxhinier i mirë. Pastaj pse u vu sistemi në krizë? Sistemi në krizë e vuri ideologjia liberale. Ideologjia liberale ka ato në thonjë ato e përsitë se e për të shkatruar, por nuk e vuri nuk e shkatroi botën komunizmi. Komunizmi në farë mënyrë ndërtoi, aq sa mundi. Gjithandej me fell. Aq sa mundi e ndërtoi, u bën revolucioni industriale, nëpërmjet komunizmit u bë pjesa e lindjes. Ndërsa botën, se këta na flasin tani iniciative lire zhvilluan, jo, botën po e shkatron, ajo është të quajtur iniciative lire. Ajo po e shkatron tani. Mendësia liberiste, liberale, shifeni se po shkojnë drejt luftës bërthamore. Drejt luftës bërthamore, nuk ishte komunizmi që po i çonte, që përkundazi komunizmi i vuri një fren luftrave. Komunizmi bolshevik, Bashkimi Sovjetik, i vuri një baraspesh, vendosi baraspeshën ndaj të keqjes madhe të këtij kapitalizmit të egër, e zbuti pikërisht ai Bashkimi Sovjetik, zbuti, neutralizoi egërsinë e sistemit liberal perëndimor. Qofse fituan punëtorët në Francë, në Angli, në Amerikë, në Itali, fituan disa drejta, për shembull rritjen e pagave sipas rritjes çmimeve etj, i fituan në sajt të Bashkimit Sovjetik. Në sajt asaj luftës ftohtë, merrnin, inspiroheshin, frymëzoheshin punëtorët e fabrikave, të Benzit, të Fiatit, të Renault, të General Motors, dhe hidheshin për greva, kërkonin e kanë marrë me luftë, sepse merrnin si shembull Bashkimin Sovjetik. Dhe fitonin, kanë fituar drejta punëtorët e perëndimit në sajt të frymëzimit që merren nga Bashkimi Sovjetik. Ajo filozofia e tyre i shtynte punëtorët kërkonin drejtat. Të drejtat cilat i kanë humbur mbas murit Berlinit. Një pjesë të madhe të drejta punëtorët e perëndimit i kanë humbur mbas rënies Bashkimit Sovjetik. Bashkimi Sovjetik i mbajti botën, e mbajti në ekuilibër, nuk pati luftra gjatë kohës luftës ftohtë. 45 vjet u ngrin luftrat. Sara muri Berlinit janë për 30 luftra ka për NATO-ja, derisa degeneroi me Ukrainën. Izraeli i hedh bombat Iranit. Domethënë shifni se çfarë pikë kemi tani, kush e bëri këtë? E shkaktoi ajo ideologjia komuniste apo e shkaktoi ideologjia liberale, liberiste? Kush na pruri në këtë pikë që domethënë diskutohet tani, gati diskutohet ekzistenca e njerëzimit, gati në këtë periudhë. Të drejtat ka shkuar në tokë fare, s'pyet njeri fare. Drejtësia mizerabel gjithandej, mizerie. Pabarazia në botë, një skandal që s'ka qenë kurrë e tillë. Dhe ta na zbulojnë ujin e ftohtë të analfabetët demokratë, se për mua këta demokratët e Shqipërisë sidomos, jo të gjithë natyrisht, pjesa sipër ndofta ta themon tip flamur nokësh e kujtun e tjetër, ata ndofta domethënë din diçka, sepse mos e shifni flamur nokën, thonë aty që zgjedh se edhe flamur nokë është një mjek, ka qenë një mjek i mirë, në fund fare. Mos i shohim kështu, se këta i shohin tani dhe i barazojnë një lloj dhe këta poshtë pastaj, sa i do dali, pjesa sipër ka diçka me fil. Po pjesa poshtë, e sugjo e baza, është për terra fare. Është cop-cop. Cop-cop dhe thot, do fitojmë, thot neve dhe jemi demokrat, jemi kundër komunizmeve, ne, antikomunist. Çfarë u bëri komunizmi ju, më? Çfarë shkili me komunistët? Komunistët janë njerëz të ndershëm. S'po shkatrojnë komunistët sot. Po shkatrojnë ata komunistët që traftuan komunizmin. Ata po shkatrojnë sot. Ajo pjesa pastaj thashë luftës klasave, tjetër është pjesë e atij sistemi që ai sistem nuk mund mbijetonte dot pa të, por ishte
në fundit ishe për shumicën, ishe për barazinë, e tjera, mbijetoj, aq se mbijetoj, dhe pati periuda lullëzimi. Ka ndërtuar shqiptarët që nga 25 dhe në 85, dhe sa vdiqen Veroqa. Shqiptarët kanë ndërtuar, që nga 85 dhe sot kanë shkatruar. Kjo është diferenca. Që atëherë kanë shkatruar, por kanë shkatruar, më shumë sot kanë shkatruar njeriu, se thonë, atëherë ndërtua njeriu i ri komunist, njeriu komunist ishte njeri i pastër në fundit. S'dinte se ishte droga, s'dinte çfarë ishte prostitucioni, s'dinte çfarë ishte mvidhjet. Nuk dini njerëzit këto gjëra. Ai njeriu i ri na shkatroi, na prishte. Po ky njeriu i ri ishte njeriu i ndershëm atëherë. Po ky njeriu i sotëm i riu, është më i mirë ky i sotmi? Ky njeriu i drogës, i kokainës sot. I rrugashërisë, i egoizmit, janë transformuar njerëzit. Dhe thonë jemi të lirë sot, i frujmë buzët ato gratë, dhe më bëjnë mostra, dhe më dikur femra ka qenë femra shqiptare, ka qenë natyrale, ka qenë femra e bukur vërtet, tani është shëmtuar, është bërë skandal. Dhe thot jam e lirë, thot. Për çfarë është e lirë femra? Sot, çfarë liri e ka? Lirim për t'u abuzuar nga çdo derë që fiton 2 lekë. E mbylla se është ora vonë, faleminderit Kriti që ndiku, faleminderit Nimet. Nuk është punë nostalgjie këtu është problemi t'i krahasojmë gjërat, sepse kjo smundje që ta mohojmë të kaluarën komplet, të prishim, të shkatrojmë çdo gjë të kaluarën, se po hymë në ato gjëra rrugët e mira, kjo na ka kriju problemeve. Dhe që në fillim ata të djallëzuarit e 1900-ës, Kalemxhit e 1900-ës na kanë shkatruar në fillim fare. Që nga rilindasit, që na kanë shpikur Skënderbeu, e të tjerë pasaj që na punojnë në Terezën e kujtu në gjërë e lloj personazhesh. Pra, që ati është goditja e madhe, që kur u vraj Saf Pashkoptani dhe Axhi Qamili, të dy, këta progresistët gjoja, këto liberalët, Fannoli, në intrigat e Fannolit, e Gjergj Fishës e kujtun, këto intrigantë që mohonin atë të kaluarën fare, të kaluarën shqiptarë ka qenë shkëlqyer, dhe atë kohë. Nuk kemi, asnjë shqiptar s'kan pa të kaluar të keqe, tani e kanë të kaluar të keqe, të 35 vjetë që e fundit. Se të kaluar të shqiptarë nuk kanë qenë të këqija. E kaluara me parandrinë otomane ka qenë një krenari për shqiptarët. Shqiptarët kanë patë rol shumë të madh në perandori. Pse të ta mohonin të kaluar, dhe të vendosin një njeri me kalë. Aty një njeri me shpatë me kalë, një njeri me shpatë që çfarë bëri të radhtoi perandorinë. Ju uroj kalofshi mirë, natën e mirë Bajram, dëgjohemi në video ardhshme. Miru pafshim se e bëra në orët e vona, po e shohin njerëzit nesër. Do ta kaloj video natyrisht në kanalin YouTube, si gjithmonë. Dëgjohemi në videon e nesërme. Natën e mirë, miru pafshim.